Je shqiptar nga diaspora dhe do të votosh në 11 maj nga vendi ku jeton? Nuk di se si të votosh? Ky mesazh është për ty. Ky zarf do të vinë në shtëpinë tuaj. Duhet ta merrni në dorë nga postieri, i cili do të bëjë 3 tentativa për t'ia u dhënë. Brenda në zarf, le të shohim çfarë ka. Ajo që është më e rëndësishmja, zarfi B. Brenda zarfit B do t'i gjeni një tjetër zarf, zarfi A. Aty është edhe më e rëndësishmja, fleta e votimit. Ky udhëzues ju ndihmon për mënyrën se si duhet të votoni. Bëni kujdes, duhet të përdorni vetëm stilolaps me ngjyrë blu ose të zezë. Pasi të zgjidhni partinë, koalicionin ose kandidatin të cilin doni të votoni, duhet ta palosni fletën e votimit, ta fusni në zarfin A, të siguroheni që e mbyllni atë mirë, më pas zarfin A do e fusni në zarfin B, do e mbyllni edhe atë mirë. Kujdes, mos bëni asnjë shënim në asnjë nga të dy zarfet. Zarfin B, më pas do e fusni tek zarfi për kthimin e fletës së votimit. Pasi të keni përfunduar procesin e votimit, në këtë fletë do të gjeni numrin e postierit sipas vendit ku jetoni dhe do ta telefononi që ai të vijë dhe të marrë votën tuaj. Ndiqni këtë hapa në mënyrë që vota juaj të jetë e vlefshme.